Tajna më ka befasu për të mirë. Para disa ditëve Tajna e vizitoi një shtëpi të pleqve ku dërgoi ndihmë. E shpërndoi edhe një video nga kjo vizitë ku shfaqej e emocionuar teksa bashkëbisedonte me të pushuarit. Ishte një bisedë e ngrohtë dorë në zemër, edhe ndihmë e nevojshme për ta. Tajna bëri një gest human që duhet më dorë trokit nga gjithë ne. Përveç që dërgoi ndihmë, ajo u shfaq personalisht në shtëpi të pleqve në shenjë respekti e nderimi për ata që dikur kanë kontribuar më shumëti për me ndërtu Kosovën. Para disa muajve e ndihmoi edhe fakultetin e gazetarisë së UP-s me 25.000 euro. Ky ka qenë momenti kur unë e kam kuptuar që Tajna ka fondacion. Tajna është prej artisteve të rralla që mendon për tjetrin, që tenton me ndihmu shoqërisë. Është një këngëtare e angazhuar që solidarizohet me pjesët më fragjile të shoqërisë, që flet për tema të rëndësishme. Në këtë aspekt Tajna është goxha model për të ndjek. Uroj që shembullin e Tajnës me ndjek edhe artistët e tjerë, të cilët kanë mundësi me bë dallimin e ndryshimin në shoqërinë tonë.